kemi dhe klienta që i kemi humbur, sepse ata janë mërzitur me Në këto 5 vite në Dubai kemi pasur shumë lloje eksperjencash, ndërto shumë të mira, ndërto dhe jo shumë të mira. Ndër ato jo shumë të mira kanë qenë disa eksperjenca të cilat na kanë mësuar shumë. Na kanë mësuar se edhe ne jemi duke u përmirësuar për ditë, dhe ne kemi nevojë që të mësojmë për ditë, dhe ne kemi nevojë që të ndryshojmë her pas here strategjinë e investimit që i tregojmë klientëve tonë. Duke u rritur ne në eksperiencë, duke u rritur dhe aftësia jonë e këshillimit. Na ka ndodhur këto vite që të kemi pasur edhe projekte të cilat nuk janë zbatuar në kohën për cilën i është premtuar klientit. Na ka ndodhur që klientat tonë të vinë tek dera jonë për të gjetur zgjidhje. Sigurisht që i kemi mirë kuptuar dhe sigurisht që i kemi suportuar në të gjithë eksperiencën e tyre në investimin në Dubai. Po kemi edhe klienta që i kemi humbur, sepse ata janë mërzitur me situatat të cilat ne nuk i kishim në dorë, por faji na ka lënë ne. Arsyeja pse po bëj këtë video dhe pse po tregoj disa nga vështirësitë dhe disa nga humbjet që ne kemi pasur, është sepse duhet kuptojmë që një treg shumë dinamik si Dubai, situatat janë të ndryshueshme. Në një treg në zhvillim si Dubai, disa kompani të forta kanë aq fuqi ekonomike sa të bllokojnë një treg të tërë, duke marrë gjithë punëtorët dhe duke i kanalizuar tek kompania e tyre dhe të lënë një treg si Dubai pa punëtor me vonesa për të manipuluar tregun.